Në emisionin Opinion, këshilltari i kulturor i kryeministrit çuditi gjithë shikuesit me deklaratën e tij për vlerësimin e personaliteteve shqiptare të spikatura. Ju keni vendosur 3-4 figura këtu, nga të cilat 3 janë, për mendimin tim, e kanë arritur vetë famën e tyre internacionale, si që është Nën Tereza, Samir Pjergu, apo dhe Invamula. Kadareja paka shumë është ndihmuar diku në një farë rrugë të tij për të ardhur deri aty ku është sot. Henry Çili, një prej analistëve në studio, mban me zor të qeshurën dhe i jep një përgjigje qesëndisëse. Fatë vetë shkroja, i nuk e shkruaj. Ndërhyn edhe drejtuesi i emisionit Blendi Fevziu, jo për të dhënë një përgjigje fates, por për ta kaluar këtë deklaratë. Kadareja është figurë komplet mirë. Është shqiptari më i njohur sot në botë. Megjithatë, këshilltari vazhdon të insistojë. Se mori dorën time dhe shkruajti, po të paktën diku u prezantua një herë, më përpara se të. Okej, flasim, u ndihmua. Këshilltari i kryeministrit që e shtoi famën e tij në Shqipëri, edhe me dëshmim për ngjarjen veshi të ndodhur në Vjenë, mes Ramës dhe ish diplomatit Ceka, nuk e ka për herë të parë që nga ekrani thot ca fjalë që të lëm pa mend. Mozart ka fituar, nëse e llogarisim sot, i bie gati 125.000 euro në vit. Mozart shpenzonte, loste poker, loste bilardo tër ditën, kompozonte natën, ka qenë i apasionuar mbas veshjes së shtrenjtë, mbas paraqitjes së tij të jashtme, me parasysh se Mozart nuk ka qenë shumë simpatik në pamjen e tij të jashtme. Kush e pa mendoj se ky vjenez i ri do ta ketë patur komshi, ose të paktën mik kompozitorin e madh. Por më pas ai sqaroi se çka tha i kishte parë në film. Unë ndiqja më shumë lajmet mbi filmin, mbi regjisorin dhe vetë aktorin. Më vonë kam parë filmin, ka qenë aty te 86-a dhe këto kanë qenë pak a shumë njohuritë mia mbi Mozart. Fate, si piktor, nuk e këshillon dot kryeministrin, por ai hyn e del në godinën qeveritare, sepse me Ramën në disa gjëra edhe përputhen. Këto fjongot e lidhura kryq, lëre mos e nga se çma pengojnë qarkullimin e gjakut.